mbart Partia Demokratike dhe pasojat e cilës do t'i vetë ndjej në ditët e afërta dhe nuk po them në kohën e largët. Ajo që ju më pyesni se a ka diferencë midis votës së shpallur zyrtarisht dhe votës reale të hedhur në kuti, po padyshim që ekzistojnë këto gjëra. Ekzistojnë dhe do të Sa mund të jetë marshi apo diferenca? Nëse kjo është e vërtet. Mund të jetë, e para njerë unë mendoj që do të jetë e vështirë për të shpallur një gjë të tillë, sepse struktura që është marrë me administrimin e procesit të numërimit edhe të mbledhjes votave është një strukturë e unifikuar, e mbajtur nën autoritetin e dienistë të kontrollit të vetë zotit Berisha apo të enturazhit të lartë politik brenda Partisë Demokratike të tij. Por do të dalin kampion elemente të tilla të cilat e godasin imazhin e këtij procesi dhe brendin kuptimore të vetë procesit. Dhe në këtë këndvështrim që mendoj që në imazhin publik Partia Demokratike me këtë proces nuk ka bërë gjë tjetër veçse ka goditur edhe më tej besueshmërinë publike dhe sidomos e ka bjerur plotësisht ekzistencën e një ndërgjegjeje që mbron parimet dhe atut e votës së lirë dhe të votës së përfaqësuar. E qartë. Në cilën fazë mund të jetë sot kampi demokrat? Do të jetë më pragmatiste për të menduar për procesin zgjedhor të së shtunës dhe pastaj për të rivijuar protestat kombëtare, apo do të shkojë më tej kur shef që kundërshtari politik po punon me punët për Shqipërinë dhe duke evidentuar eksponent pranueshëm në bazë, profilet e tyre që mund të dojë secili qark dhe të evidentojë dhe pse jo të shpallë dhe diku kandidatët potencial që mund të jenë jo të denjë, por të fort përballë atyre që do të vendosë Partia Socialiste. Po para se të mbëri, pavarësisht nga fjala që mbajti zoti Berisha si fitues në ditën e djeshme në selinë e Partisë Demokratike, janë dy momente të cilat ai konsideron shumë thelbësore për formalizimin e procesit të kryer. E para njëherë që të administrohet dhe të formalizohet ky proces deri në detajin e fundit. Dhe dyta, që është një gjë që do ta shfaq, është marrëdhënia që do ketë me partitë si Motra dhe faktori ndërkombëtar pas këtij procesi. A do të ndryshojë diçka në marrëdhënien politike dhe diplomatike të Partisë Demokratike, por në mënyrë të veçantë të zotit Berisha me partnerët dhe me homologët e nivelit të lartë partijak dhe diplomatik në Perëndim apo në Evropë? Kjo është një gjë që mbetet për tu parë. Si do të jetë ndryshimi? Dhe e dyta, janë disa çështje që kanë të bëjnë me premtimet morale të pakryera. Cili është ai? Ju e mbani mend para 10 ditësh në një pjesë të mirë të spektrit medial pranë Partisë Demokratike apo zotit Berisha u paratha lajmi për heqjen e non gradës. Dhe nëse ky proces i cili edhe pse injorohet dhe zhvlerësohet nga mbështetësit dhe zyrtarët politik Partisë Demokratike është një ngërç i madh për besueshmërinë dhe partneritetin me faktorin kryesor strategjik në botë i Shqipërisë dhe i partive tona kryesore politike. Dhe e dyta, e njëjta gjë, mund të thuhet edhe për non grada për Britanisë së Madhe. Pra, kriza e përfaqësimit dhe statusit diplomatik të kryetarit të rizgjedhur të Partisë Demokratike tashme e tutje është një problem substancial për përfaqësimin dhe partneritetin diplomatik të vetë Partisë Demokratike. Ndërsa lufta e brendshme dhe sidomos marrëdhënia me shumicën politike të vendit, mendoj që i përkon me një kalendar të cilin zoti Berisha e ka paracaktuar. Është një kalendar i cili nuk ka ngutje në ditët kohore të veta, por pret dhe vazhdon ta bëj luftën duke u premtuar fansave se kilometri i fundit është një hapësirë e pafundme e udhëtimit prej tij në drejtimin e tij. Çipam, për shkak të kujtesës që ke, profesionit që ke, besoj e kujton shumë mirë pajtimin e madh, por kujton dhe vjetorin e 2001-shit ku zoti Berisha ishte i vetëm në garë për drejtimin e Partisë Demokratike. Një tezë që po qarkullon, nuk di se sa elementet së vërtetës mbart, është që pasi të kaloj periudha tranzitore, mund themi e këtyre kohëve që po zhvillon zgjedhjet e brendshme kampi demokrat, në shtator zoti Berisha mund të bëj një zgjedhje apo një lëvizje tjetër. Dhe kjo mund të jetë për të afruar eksponent demokrat, të distancuar, të larguar, kritik të tjeta që janë distancuar nga Partia Demokratike për shkak se nuk e kanë gjetur veten me Berishën në krye, duke zgjedhur një strategji për të bërë sërish kamp
dhe si një alternativë shumë e mirë për demokratët për t'janë përballë zotit Rama dhe Partisë Socialiste. Sa janë gjasa që kjo të ndodhë, duke rikujtuar gjithmonë dhjetorin e zgjedhjeve kur Berisha ishte i vetëm në garë? Po kjo mund tjetë domosdoshmërisht një lëvizje strategjike për interesin politik të tij dhe të Partisë Demokratike. Por unë mendoj para se të kërkoj dhe të pretendoj këtë gjë, zoti Berisha tashmë ka komoditetin për të paracaktuar pasardhësinë e vetes dhe duke evituar atë sfidë që pati në rastin e paracaktimit si pasardhës zotin Basha, i cili në fakt gjeneroi atë histori që tashmë kemi të njohur. Dhe unë mendoj që në momentin nga ky çast kur rizidhet si kryetar partie, zoti Berisha ka gjithë komoditetin e mundshëm, qoftë dhe strukturor, por qoftë edhe të imponimit për përcaktimin e pasardhësit të vet, një pasardhës i cili mund të dali prej familjes, por gjithsesi edhe nëse është jashtë familjes, ka gjithmonë besimin e familjes. I kishe për familjen politike besoj në këtë moment. Për të dyja, por në rastin konkret, familja më e ngushtë është më e rëndësishme.